Thotë çdo ditë, çdo mëngjes kur njeriu e fillon një ditë të re, thotë për çdo nyje të trupit të tij ekziston një mundësi për të dhënë sadaka. Duhet ta shpaguash, do thotë shëndetin tënd, duhet ta shpaguash mirëqenien tënde, të gjymtyrëve tua, të nyjeve tua të trupit nëpërmjet një sadakaje. Thotë çdo tasbih kur e madhrojmë Allahun është një sadaka. Thotë çdo tahmid kur e falënderojmë Allahun është një sadaka. Thotë çdo tehlil kur e përmendni fjalën më madhështore të ekzistencës, thotë është një sadaka. Thotë çdo tekbir kur e madhrojmë Allahun është një sadaka. Pastaj thotë urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është thotë një sadaka. E pastaj thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë dhe i mjaftojnë njerëzit, i mjaftojnë robit për të arritur krejt këto sadakate e sapo thëna. Për çdo nyje të trupit të tij për të dhënë sadaka, thotë dhe mjaftojnë për këto të fal 2 rekate në namazin e duhas. Të fal 2 rekate në kohën e duhas, saktësisht namazin e duhas. Sikurse Ibn Khuzaime shënon se Albani thotë që hadithi është hasan nga Burera, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith që nuk i përkushtohet për të mos e lënë namazin e duhas vetëse robi i penduar sinqerisht. Do thotë kjo është karakteristikë e robërve të penduar sinqerisht që kohën e paraditës, që është kohë e gjatë, nuk e lën kohë të harresës, të habitjes, të zhvendosjes së vëmendjes nga adhurimi, mirë po e kanë në orarin dhe planin e tyre të adhurimeve edhe do thotë namazin e duhas. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nuk i përkushtohet për mos e lënë namazin e duhas vetëse robi i penduar sinqerisht, e thotë ky është namazi i të penduarve. Ky është namazi i të penduarve.